Shqiptarët e mi e di që keni 35 vjetë që me 90-ën, nuk e harroj kur, 2 korriku, 3, 4, 5 dhe 7 që u hapë në ambasada, ka fjallet 90. Ikte në për Evropë, ikte djemë të ri, mund të nxjerri regjizori, vaporët si ishin me fëmijë, skelet, sepse nenat e tyre, prindrit e tyre, i rritën fëmijët me talona, i rritën fëmijët me bukthat, ata ishin jo më tepër se 23-4 vjeç, djemë të ri, të dopë, kocke lëkurë, vajtën në Itali, italianët u hidhin bukë si qenë, rriti ushtria amerikanit. Ata sot janë bërë prindë, janë nga 60 vjetë, nga 70 vjetë. Fëmijët e tyre janë nga 30 e sa vjetë, edukuar me shkollë. Duan të kthehen në tokën e tyre. Pra, erdhi koha. Zgjoni. Erdhi koha të marrëm qamërinë e bukur të dashushit. Erdhi koha të bashkohemi me fushën e bukur të Kosovës. Të bashkohemi me Malezi, me princat e Malit dhe Zi që kanë luftuar me serbët. Të marrëm Maqedoninë.